Sipas parashikimit 5 ditor të motit të publikuar nga Instituti i Gjeoshkencave pranë Qendrës Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile për periudhën 2 deri në 5 janar 2026, parashikohen rreshje shiu në të gjithë territorin e vendit. Më 5 janar rreshje të dendura pritet të përfshijnë edhe qarkun e Vlorës. Në zonat malore të këtij qarku, në lartësi mbi 600 metra mbi nivelin e detit, parashikohen gjithashtu rreshje dëbore. Autoritetet paralajmërojnë se intensiteti i lartë i rreshjeve dhe rritja e prurjeve në lumej mund të sjellin problematika të ndryshme. Sipas vlerësimeve, ekziston rrezik për vërshime ujë në zona urbane dhe rurale, probleme në sistemet e kanalizimeve si dhe përmbytje të përkohshme në zonat e evidentuara me risk. Për të parandaluar dhe minimizuar pasojat, strukturat e mbrojtjes civile në qarkun e Vlorës kanë nisur zbatimin e masave paraprake. Këto përfshin njoftimin e bizneseve që ndodhen në zona të rrezikuara nga përmbytjet, paralajmërimin e blegtorëve pranë lumejve dhe zonave të ulta për zhvendosjen e bagëtive, si dhe informimin e qytetarëve përmes mediave lokale. Po ashtu, po kryen kontrolle dhe pastrime të kanaleve kulluese, pusetave dhe nënkalimeve në zonat urbane, ndërsa hidrovorët janë vendosur në gatishmëri. Autoritetet kanë marrë masa edhe për garantimin e funksionimit të pandërprerë të sistemeve të ujësjelljes, kanalizimeve dhe furnizimin me energji elektrike në zonat me risk. Autoritetet vendore u bëjnë thirrje qytetarëve të Vlorës të ndjekin njoftime zyrtare dhe të bashkëpunojnë me strukturat përkatëse me qëllim garantimin e sigurisë së jetës dhe pronës.